Takimi i djeshëm i Elbasanit, mos e kam dëgjuar diçka thënë doktori, po më kaq sa po më thoni ju, edhe me ato që janë dërguar dje mesazhet drejtuar anëtarëve të Partisë Demokratike të degës së Elbasanit, ku i bënin me dije se ky organizim po bëhej nga Suel Çela, është dëshmi e një mashtrimi i cili tregon një frikë të madhe. Sepse dje në atë takim ka pasur strukturat Partisë Demokratike të atij qyteti, antarë të Forumit Rinor, pra i gjithë Forumi Rinor ishte aty, kryetari aktual i vendosur nga zgjerat e Tiranës nuk ishte, por gjithashtu strukturat e Forumit Rinor, antarët e kryesisë të Forumit Rinor, kryetarët e grup seksioneve, ish kandidat në primare dhe gjithashtu ish deputet të Partisë Demokratike dhe njerëzit më të votuar të asaj zone, gjithashtu njerëz dhe funksionarë të Partisë Demokratike ndër vite në atë zonë. Salla ishte mbushur plot me të rinj dhe të reja që nëse do t'i pyesnim, shumica jo vetëm që nuk ndikohen nga Suel Çela, por nuk e din se ku rri Suel Çela. Janë njerëz të cilët e duan Partinë Demokratike dhe sipas entuziazmit të sallës dje u pa që nuk ishte një takim formal dhe organizuar sa për të mbushur sallën, po ishte një takim optimist për të ringritur Partinë Demokratike. Të rinjt janë shpirtra të lirë dhe nuk ndikohen as nga kryetar partish, as nga sekretar dhe as nga deputet. Dhe nëse do të flasim me të rinj ashtu siç diskutoj dhe unë, po e shikojnë të udhës që Partia Demokratike të ndrojë leadership. Pra një leadership i dështuar në 13 vite që ka humbur me 10 palëzgjedhje. Një leadership i cili i shikon të rinjt si zbukurim nëpër skenat e partisë, për të mbajtur pankartat, për të shpërndarë fletpaloset apo për të ngjitur postrat. Dhe të rinjt tani po kërkojnë që dakord, pa angazhohemi me Partinë Demokratike, edhe kemi kritikat tona, por ama të na dëgjohen seriozisht dhe të promovohen të rinj të cilët kontribuojnë me shpirt në Partinë Demokratike. Dhe gjithashtu çdo i ri që është sot në Partinë Demokratike duhet vlerësuar minimumi. Sepse të arrish në vitin 2025 në një parti politike që ka 13 vite në opozit, një parti politike që ka humbur me gjithë ato zgjedhje, dhe ka akoma të rinj në atë parti, të cilët nuk vlerësohen dhe nënvlerësohen dhe përdoren, është e pafalshme. Dhe të rinjt kërkojnë pa diskutim një ndryshim real brenda Partisë Demokratike, duke filluar nga leadershipi edhe pastaj në qelizat më të thella të partisë. Partia Demokratike, si në çdo degë të saj, edhe në çdo strukturë të saj, ka dhe Forumin Rinor. Unë jam antar i Forumit Rinor Partisë Demokratike në degën e Durrësit, antar i kryesisë, e ish kryetari i gjimnazistëve të atij qyteti, ku kam marrë një strukturë nga zero dhe arritëm të bënim një grup simpatik gjimnazistësh aktiv. Po, është e vërtet që leadershipin në atë degë, po flasim pra sa unë kam patur marrëdhënie, është i dobët. Në leadershipin aktual. Kryetari i degës aktual në atë degë është një leadership i dobët. Dhe po themi i papërfillur edhe nga vetë njerëzit. Pra unë në gjitha kauzat që kam ngritur pra të qytet, nga një kryetar dege nuk kam marrë mbështetjen e nevojshme. Pra një mbështetje jo mbështetje as me njerëz, as me fonda, jo, thjesht një mbështetje që një diskutim, një bisedë minimumi, po deputet ka patur të cilët kanë këshilluar, por më shumë se kaq asgjë më tepër. Unë mendoj se kur je pjesë e një organizate politike, edhe ke njerëz të cilët bashkëpunon, duhet bësh një bisedë përtej retorikës partijake. Pra, unë si njeri pres që brenda një partie politike të bëjmë një diskutim brenda zyrave tona përtej retorikës partijake. Në momentin që unë jam rreshtuar, në thonjza rreshtuar ose duke shkuar mbas servisit salari dhe mendimit dhe parimeve të cilat po ecim, më është diskutuar dhe më është thënë nga drejtuesit e kësaj partie një retorik e thënë dhe në media. I shërben Edi Ramës, nuk na shërben neve,
i shërben bandave, organizimin atje në Durrës e organizoi Ani Dyrmishi, më fal tani, më thyen inteligjencën. Pra se unë si njeri ndihem i ofenduar kur një drejtues partie më trajton si një militant të verbër të Sali Berishës. Po patjetër, mund të vlerësojmë liderin e partisë tonë, mund t'i atribojmë të gjitha meritat që ai ka, por ama minimumi vendimit që ne marrim, të diskutojmë dhe të vlerësojmë në bazë të marrëdhënieve që kemi. Po, është zhvilluar një takim me sekretarin e përgjithshëm dhe po të njëjtën retorikë që ka përdorur në media, ka përdorur edhe në atë takim, nuk është se ka përdorur në retorikë apo ke dhënë një mendim më shumë, po një njëjti diskutim që e dëgjoni sekretarin e përgjithshëm të partisë në media. Po një njëjti diskutim, po të njëjtat fjalë edhe po të njëjtat retorika. Jam thirrur për shkak sepse angazhimi im nuk është thrirë vetëm në qytetin e Durrësit. Kam pasur një angazhim edhe të madh edhe në qarkun e Tiranës, në strukturat e Forumit Rinor në Tiranë. Kam pasur një marrëdhënie të afërt me drejtuesit e kësaj partie, por ka ardhur momenti që tani më parimet të na ndajnë nga miqësitë apo qopat. Ne jemi kontributor në Partinë Demokratike. Ervin Saljani bëri burg për një çështje të cilën e paraqiti në publik Partia Demokratike. Njerëzit që organizuan takimin në Durrës ishin ndër njerëzit më të rëndësishëm të asaj dege. Në Elbasan po ashtu, në Gjirokastër po ashtu. Nëse ne do të përjashtohemi nga Partia Demokratike, pa diskutim që do të kemi ju garantoj një mbështetje më të madhe nga strukturat, sepse do të faktoj pikërisht që çdo zë kundra përjashtohet. Dhe ne duam të bëjmë dhe të hedhim themelet se në këtë parti ka mendim kritik përtej linjës të kryetarit të partisë. Dhe po, ne po e bëjmë këtë. Nuk jemi në linjën e kryetarit të partisë. Nuk jemi në linjën e foltoreve dhe nuk jemi në linjën e xhirove të bulevardit 2 orë dhe të hiqim në shtëpi. Por jemi në linjë se kjo qeveri duhet rrëzuar me revolt, duke frymëzuar njerëz. Por në këtë situatë ku jemi dhe me këtë leadership ku jemi, Partia Demokratike jo vetëm që nuk frymëzon njerëz, por zgjedhjet e ardhshme 2027, 2029 dhe më tej e vështirë dhe e rrezikshme se mund të fitojnë. Nuk ka nevojë ta thotë Oresti Berberi nëse e kanë lënë apo jo militantët Sali Berishën, mjafton të shikoni foltoret që po zhvillon Sali Berisha dhe leadershipi i kësaj partie në qytetet e Shqipërisë. Mjafton të shikoni protestën e përjavshme përballë kryeministrisë, dhe ajo është përgjigjja nëse e kanë lënë apo jo militantët Sali Berishën. Pra, nëse ne do të flasim për braktisje, mua do të vinte shumë keq nëse do ta diskutonim këtë. Dhe realisht më vjen shumë keq nëse ka një braktisje nga militantët drejt Berishës. Dhe po unë e shikoj që ka një mosbesim ndaj Sali Berishës si figurë, jo vetëm brenda Partisë Demokratike, por dhe jashtë saj. Unë kam qenë në fushat, ndoshta doktori fushatën dhe leadershipi e kanë bërë vetëm në zyrat e Tiranës. Ndoshta e kanë bërë vetëm një muaj jashtë Tiranës, po unë kam qenë gjithmonë jashtë Tiranës. Dhe pesha më e madhe elektorale pavarësisht se Tirana është qyteti i madh, është jashtë Tiranës. Dhe nëse do të pyesim qytetarët, kontakti drejt për drejt kam qenë unë, dhe jo deputetët që kanë qenë në Tiranë. Dhe gjëja kryesore kur ne i jepnim një fletpalosi të një kandidati apo të Partisë Demokratike qoftë, ishte po shumim apo prapë me ata që keni do vazhdoni. Kishte edhe nga ata që edhe pse demokrat zjarrt, ama prapë me Sali Berishën do vazhdoni. Pra nëse do ta prekim realitetin, zbresim në rrugët e Tiranës, zbresim në rrugët e Durrësit, Korçës, Devollit, Gjirokastrit, Shkodrës, do të merrni këtë përgjigje. A ka guxim ta thonë gjithë këtë? Jo, nuk kanë guxim ta thonë gjithë në media, ta thonë publikisht. A kanë guxim qytetarët t'ia thonë përballë Sali Berishës kur nuk ka kamera? Ju garantoj që po.
unë si ri nuk kam frikë njeri. Dhe po, kësaj pyetje do t'i përgjigjem pikërisht arsyen pse e kam frikë Sali Berishën. Në 35 vite e vetmja figurë e qëndrueshme politikisht nga 91-shi dhe deri në 2025 ka qenë Sali Berisha. I vetmi politikan i pamposhtur në opozit, brenda opozitës flasim, ka qenë Sali Berisha, nga figura shumë herë më të mëdha. Azem Hajdari, Kermos Pashko, Sokolov Dashi. Dhe kur ka qenë në pushtet, Partia Demokratike ka qenë vetëm një alternativë, Sali Berisha. Deri në 2013, nga 2013 deri në 2021 ka qenë Lulzim Basha. Po që gjithë Shqipëria dhe gjithë PD-ja e dinte që mbrapa Lulzim Bashës ishte po Sali Berisha. Pra dhe kur Sali Berisha nuk është prezent, ai është prezent. Nuk është problemi tek individi dhe as besimi tek individi, por tek parimi. Të njëjtat pyetje kam drejtuar çdo deputeti, sekretarit përgjithshëm, antarëve të thjesht, kryetarëve, domethënë çdo bërthamë të Partisë Demokratike i kam drejtuar një pyetje. Ore, a është e saktë ajo që thotë Ervin Saliani? Po. Ka qenë përgjigje e tyre. A duhet të riorganizuar Partia Demokratike? Po. A duhet të ndryshojë leadershipi i Partisë Demokratike? Përgjigjja ka qenë po. Nuk kanë asnjë kundërshtim me Ervin Salianin, por nuk kundërshtojnë dot doktorin. Në parim ndjekim Ervin Salianin në qartësinë asaj rrugë dhe lëvizje që ka ndërmarrë Ervin Saliani, pra ajo që në bashkon është parimi dhe jo individi. Dhe për të djathët kulti i individit nuk ekziston. Dhe fatkeqësisht në Partinë Demokratike në 35 vite është kulti i individit ai që ka bërë dëmin më të madh kësaj partie. Dhe me këtë lëvizje të Ervin Salianit besoj se kulti i individit në Partinë Demokratike do të marrë fund. Përgjigja jo vetëm ndaj Berishës, pra kryetarit Partisë Demokratike aktual, por përgjigja ndaj çdo kujt që do të thotë se organizimet janë të Suhel Çelës apo të Andi Dyrmishit në Durrës apo në takimet e tjera, do t'i përgjigjemi me vullnetin e demokratëve të lirë. Me antarësinë që ka 13 vite në opozit, do t'i përgjigjemi me entuziazmin dhe sallat e mbushura plot me njerëz që besojnë se ndryshimi do të fillojnë në Partinë Demokratike dhe më pas në qeveri, dhe gjithashtu do t'i përgjigjemi me të vërteta, ashtu siç u përgjigjem në Durrës. U përmendën 3 emra, të cilët u vërtetuan punë 24 orësh se nuk kishin asnjë lidhje me ato që deklaroi kryetari i partisë dhe për të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike në atë deg ishte ofendim. Takimi në radhës do të vendoset në bazë të grupit i cili organizon takimet. Gjithashtu edhe është saktuar një takim dhe do të jetë shumë surprizë takimi dhe vendi në të cilin do të jetë diskutimi i radhës mes demokratësh edhe mes njerëzve të lirë. Dhe është pikërisht foleja e demokratëve.